Të nderuar shikues të Veriu Sport, jemi përsëri së bashku drejt për së drejti nga pavati I sporteve Sazim Dervishi I Shkodrës, ku po transmetojmë sfidën shumë emocionuese të voleybollit për femra Vllaznia dhe Teuta. Jemi në setin e 4 të ndeshjes. Rezultati është 1-2 për ekipin e Teutës. Skuadra e cila ka fituar setin e parë me shifrat 22-25. Vllaznia ka fituar të dytin 25-23 dhe në setin e tretë Dursakët kanë dominuar më shumë. Kanë fituar me lehtësi 15-25. Tashmë luhet seti I 4. Përcaktues për ekipin Dursak nëse e fiton edhe këtë set fiton të gjithë ndeshjen 1-3 dhe largohet nga Shkodra si ekip I kualifikuar në fazën para play-off të voleybollit për femra. Në rast të kundërt nëse Vllaznia arrin ta përmbysë rezultatin është ajo që fiton të drejten për kaluar në para play-off, sepse si se theksuam në hapje të transmetimit ton, kjo është java e 14 për kampionatin e Superligës e voleybollit. Teuta është 6 në renditje me 10 pikë, Vllaznia 7 me 9 pikë. 6 skuadrat e para luajnë në play-off, në fazën para play-off, ku skuadra Dursake të mundësi e ka siguruar drejt tashmë, po të presim. Luhet seti I 4, avantazh 1-4 për skuadrën Dursake. Kampionati kryesohet nga Pogra Deci, I drejtuar nga trajneri tashmë I njohur Bestik Lisha, I ardhur nga Amerika duke dhënë kontributin e tij te skuadra Pogra Decare, duke fituar trofe me këtë skuadër. 35 pikë ka Pogradeci, 33 Dinamo, 31 Tirana, 20 Skënderbeu, 18 Partizani, 10 Teuta, 9 Vllaznia dhe 0 pikë Lushnja e vendit të fundit në vend të 8. Takimi po gjykohet nga dyshja arbitrave Edison Kurti dhe Kastriot Tota. I deleguar I Federatës Shqiptare të voleybollit është Petro Feshti. 1-4 është rezultati në setin e 4. Shërbimi për ekipin Dursak me numrin 8 Romina Avamani. Ka diçka që po diskutohet tek dyshja arbitrave Edison Kurti dhe Kastriot Tota. Ekipi Vllaznis tenton ta marrë të ndeshje dhe për të shkuar në play-off. Një skuadër e cila ka bërë përpjekje të duhura në ndërtimin e trajnerit Duran Tafa. Aktualisht luajnë 3 voleybollistët e huaja tek formacioni I Vllaznis, megjithatë edhe pse kontributi I tyre është jo pak I vogël në skuadrën kuqe blu, rezultati nuk ka qenë ai që e shperkuar të paktën për momentin pa përfunduar dhe kjo ndeshje, sepse nëse kalohet në play-off atëherë komentet janë pozitive për këtë skuadër. Pikë për Vllaznia në këtë momente, pika e dytë në setin e 4. 2-4 për Teutën, gjendja seteve 1-2 për ekipin Dursak, shërbimi për Barbosa Suoza, voleyboliste huaj. Ka shënuar Batiste, një tjetër voleyboliste e huaj e ekipit të Vllaznis.
Barbosa i ka bon. Soza Barbosa, një vërbistje kjo që spikati në momentet caktuara në këtë ndeshje. Pik direkt nga shërbimi nga Lauren Kabe. Ekipi Vardisë mendoj se dyshte një shërbim jashtë vijave kufizuese, por topi përfundoi brenda fushës, 3-6 për Teutin, sulmi për Vaznin. Pëstri Teuta në aksion. Sërishmi Dursaket në këtë mundësi, por Vaznia nuk lejon. Pëstri skuadra Kuqe Blu është e vendosur, ka marrë këtë pikë, por topi kalon sa nga njëra fushë të tjetra. Kalon Barbosa. Dhe dyshja Mariana Ndov dhe Soza Barbosa në blok shënojnë pikën radhës për Vaznin. 4-6 kërson Teuta. Mariana Ndov ka të drejtën e shërbimit. Sulmi për Teutën që me një ngjecje inteligente numër 1 Luiza Timbo Thomas Teutës shënon pikën e 7-4 të Vaznisë. Batiste, vëllistja e huaj e Vaznisë, Madeleine Batiste numër 8, 5 Vaznia, 7 Teuta. Shërbimi për numër 9 Vaznisë, Elira Rukaj, e shpërdoron të mundësi. Jashtë fushë është Edna Arkoçi, duke të parsye e dëmtimi. Nuk e shikojmë të mundur të lojë, është një mungesë e rëndësishme e Vaznisë, po ashtu mungesë e rëndësishme është dhe Sara Beci Kozmaj, që parsio të ekipit mungon, dhe ajo nuk garë me përvoj. I ka 9 për Teutën, 5-9. Shërbimi për Logeta Avdylin e Teutës. Këtë pikë për skuadrën Dursake, këtë radhë me protagoniste Romina Allamani dhe Teuta 5 Vaznia. Dhe është momenti që trajneri i Vaznisë Dorian Tafa të kërkoj pushimin e parë në këtë set të 4 i pakënaqur, duke diçka po komunikon edhe me numrin 17. Skuadra pret pushimin e udhëzimit të trajnerit Tafa, ndërkohë që Anja Stefani numri 17 i Vaznisë mori disa kritika nga trajneri i saj Dorian Tafa, i pakënaqur, shikoni si reagimin e Tafajt, nuk është dakord as pak me lojën e tij. 15 kërëson Teuta, që kërëson edhe mesete 1-2 dhe po shkon drejt fitorit të gjithë ndeshjes dhe kualifikimit të fazën para play-off. Ka reagimin nga kampi Dursake. Shikojmë, a do të reagojë gjyqtari i fushës. Ka konsultime. Edhe një herë
nuk u vlerësua kjo pikë. Ka mendime të ndryshme nga dy arbitrët, arbitri Kullës, Edison Kurti ra pikë për Vllaznin, reagoi Teuta, konsultimi me dy shtarëve, Kurti dhe Tota, bën që të rikthehet edhe një herë shërbimi për Teutën, sulmi për Vllaznin. Kështëri Barbosa i kthen bloku për jashtë, bloku i Teutës me numrin 2 kapiteni Kleandra Matoshi, 16-10 për Teutën. Shërbimi për numrin 8 të Vllaznis, Madulen Batiste. Shërbimi kërcimi i saj. Aksioni për Dursake që gabojnë. Nuk ka 4 brejke, seksion arbitri. I pak knaqur. Trajneri i Vllaznis Doran Tafa, ishin 4 brejke, topi përfundoi në rrjet dhe duhet ishte pikë për Vllaznin, por gjyqtari i Kullës Edison Kurti ishte i mendimit se loja të vazhdoj. Karton i verdh nga gjyqtari Kurti, nuk e din për kë ka, për trajnerin Dorian Tafa. Gjithsesi, aksioni u mbyll me pikë për Vllaznin, por me çfarë u pa, por gjithsesi në mondialen e Veriu Sport do të ketë një vëzhgim më të imët, më të profilizuar për ishin 4 preke apo jo, ishte të drejt apo jo tekniku Dorian Tafa, që do të vërtetojmë pas ndeshjes. 7 Vllaznia, 10 dhe shkon 11 për Teutën pas këtij shërbimit gabuar të Vllaznis. Shërbimi për Teutën, Ballçiti i ka rradhës për Teutën që shton diferencën në rrim tek Vllaznia. Në lojë Cico largohet Stefani. Nga shërbimi ka stehutimi në skuadrën shkodrane, në top që nuk e mori përfshirë për asnjëra nga voleybolistët e Vllaznis dhe pushimi i kërkuar nga trajneri Dorian Tafa që natyrisht i pakënaqur. Vazhdon Dorian Tafa, plani i parë. Kolegët tanë që kameraman për ekipin e Vllaznis, trajneri Dorian Tafa udhëzon skuadrën e tij për ta ndryshuar rrjedhën e takimit, ku rezultati 7-13 për Teutën që ka fituar në 2 setet me pashme, kryeson 2-1 me sete dhe kërkon vend 6, atë që e mban për momentin renditi dhe është e pranishme në para play-offin, fazën para play-off të kampionatit. Gabon Teuta 8-13, dhe kthehet në fushë Mariana Ndou, largohet Ballçiti, një futbolliste me vërtet e sakrificës dhe shumë e mobilizuar. Me 14 për Teutën, shërbimi për numrin 2, Kleandra Matoshi, kapitene e Teutës. Nikole Cici për Vllaznin në shërbim, e kalon shërbimin.
Përsëri Teuta ka mundësi, por Vllaznia organizohet me këtë sulm të suksesshëm të Barbosajt. 10 Vllaznia, 14 Teuta. Nikole Cico në shërbim për ekipin e Vllaznisë. Vllaznia se nën drejt për drejt nga shërbimi me Cicon 11-14. Të tashmë rradha e teknikut ekipit të Teutës, pikërisht Edmond Yazegji të kërkoi pushim kur Vllaznia është afruar në 3 pikë diferencë. Vllaznia kërkon të mos dorëzohet, të fitojë të ta çojë ndeshjen me set final. Të presim ecurinë e këtij seti të 4, ku rezultati është 8-11 Vllaznia, 14 Teuta. Seti i parë fituar nga Teuta 22-25, po ashtu edhe i treti 15-25. Vllaznia ka fituar të dytin 25-23. Nikole Cico në shërbim për ekipin e Vllaznisë. Shërbim për Teutën. Cico për Mariana Ndon, triumfatore e këtij sulmi. 12-14 rihapën shpresat e Vllaznisë. Njështohet në 2 pikë diferenca avantazhit të ekipit ku që du për gabon në shërbim Cico. Shkon +3 përsëri, avantazhi i Dursakeve, 12-15. Shërbimi për Romina Allamanin e Teutës. Mjaft mirë Ballçiti, ishte Laura Ballçiti një sakrificë. Rukaj. Cico për Rukaj. Ballçiti në vija dytë për Batisten. Mjaft mirë Vllaznia, po luan në këto momente, por shpërdaron të mundësinë në këtë sulm. Ndrim tek Vllaznia në lojë numri 11 Brikena Basha. Brikena Bashaj është në lojë, largohet Rukaj. Brikena Basha, Mariana Ndon, Nikole Cico në lojë, De Souza, Laura Ballçiti dhe Barbosaj. Formacioni i Vllaznisë në këto momente. Bashaj me sukses kjo gjujtje, po pa e përfunduar plotësisht. Mariana Ndon ka shutuar shpër topin rrjet nga Dursaket. 13 Vllaznia, 16 Teuta. Shërbimi për Vllaznin me Souza Barbosaj. E kalon disi me vështirësi shërbimin, se në bloku i Vllaznisë. Bukur, Ballçiti për Bashajn. Ka aktivizuar në këto momente nga tekniku Tafa, ka bon Teuta me Logerta Avdylin. Dhe sërish mirë ringjallën shpresat e Vllaznisë. 14-16 kryeson Teuta. Vllaznia kërkon ta çojë ndeshjen me set final. Shërbimi për Souza Barbosaj në këtë momente. Shërbimi për Teutën. Bashaj. Teuta në aksion. Ballçiti super kapje topit parë dhe Bashaj. Brikena Bashaj po justifikon besimin e teknikut Dorian Tafa.
Një super pike Brigada Bashajt 15-16 në favor të Teutës. Shërbimi për një pikë barazimi nëse shënohet për Vllaznin. Dhe barazim i rezultatit 16-16. Super emocionet të ndëruar shikuese Vërio Sport që parandiqi drejt për së drejti nga pallati i sportëve Qasem Dervishi i Shkodrës. Barazim 16-16 në setin e 4. Kur kryeson Teuta me sete 1-2. Teuta lufton për të fituar ndeshjen 1-3, Vllaznia për të barazuar rezultatin me sete dhe për të quar me set final. Teuta lufton për të mbajtur vendin në 6 në renditje dhe të shkojë në fazën para play-off. Vllaznia lufton ta fitojë ndeshjen dhe për të këmbyer vendet me Teutën. Duhet për vendin e 6, pasi 5 të parat e kanë siguruar fazën para play-off, si që janë Progradeci, Dinamo, Tirana, Skënderbeu dhe Partizani. Vendi i gjatë 6 për fazën para play-off vendoset në këto momente, edhe pak çaste duhen për të mësuar fituesin. Teuta në aksion. Ballçiti e kalon topin. Mundësia për Teutën. Ballçiti, por nuk arrin. Vllaznia ta mbajnë në lojë dhe merr avantazhin skuadra dursake. Ta kemi nisur në orën 16 në këtë pas ditës së premte dhe po shkojmë rreth 120 minuta, rreth 2 orë po shkon kjo ndeshje për momentin. Ndeshje në shumë faza interesante me kryesime nga të dyja skuadrat. 17-18 për Vllaznin është një set ku vendoset gjithçka. Sidomos për Teutën që del fituese po e fitojë, ndërkohë Vllaznia kërkon të shkojë me set final kur është në dizavantazh 1-2. Se numri 1 e skuadrës dursake Luisa Timbo Thomas 17-19 kryeson Teuta në setin e 3. Gjendja seteve 1-2 për ekipin dursak. Shërbimi për numër 15 Sejda Malaj. Ballçiti, Cico. Ka gjutur Batise jashtë antenave, madje ka dëmtuar edhe antenën e majtë të rrjetës. Shikojmë edhe nga punonjësit e Pallatit të Sportit të Qasem Dervishi, të pasionuarin dhe të palodhurin Bardh Gruda, që me njëherë është një gatishmëri të sistemojë gjithçka. Normalizohet situata, sistemohet edhe antena e majtë rrjetës në ndeshjes Vllaznia Teuta. 17-20 kryeson Teuta. Shërbimi për dursaket. Top që kalon në dyshësi për Batiste e përfundon me pikën e Vllaznis 18-20. Shërbimi për Brigada Bashajt e Vllaznis. Mirë Ballçiti, Basha e kalon topin, ushtri Teuta, bloku cilësori Vllaznis, ke mbull Teuta dhe Gabon triumfon bloku i Vllaznis. Batiste
dhe Stackhouse. Brekena Bashaj në shërbim për Vllaznin, ku rezultati është 19-20 për Teutën. Kërkohet barazimi i Vllaznis. Të shikojmë, kthehen bloku i Vllaznis, por kjo ngul Teuta përsëri. Bashaj, Nikole Cico, kthehen bloku Dursak, nga vija dytë shpërdoron Souza Barbosaj. Nuk arrin Vllaznia të barazojë, përkundër se Teuta shkon +2. Kërkon trajneri i Teutës Yazexhi, Edmond Yazexhi, kërkon verifikimin ka apo s'ka pushim për ta konsumuar. Gabon Vllaznia me Batiste, një gabim ndoshta fatal që mund t'i kushtoj Vllaznisë rënd humbjen e këtij seti dhe të gjithë ndeshjes. Në rrim të Vllaznia në Rojo Ruka i largohet Bashaj. Shërbimi për Logerta Abdylin e Teutës, 19 Vllaznia, 22 Teuta. Nëse shënon edhe me këtë shërbim Teuta, atëherë merr drejtimin e fitores të gjithë ndeshjes. Po të shikojmë se si do të jetë esuria e lojës. Cico, Barbose, shënon Barbose, Souza Barbose, 20 Vllaznia, 22 Teuta. Nëse thamë nga krahu Dursak që nëse do të shënonte Teuta do të kishte avantazh për fitoren, por tashmë është momenti për Vllaznin. Nëse shënon Vllaznia në këtë shërbim dhe aksion, atëherë loja rihapet plot emocion dhe dramacitet. Kalon shërbimin. Turmi për Vllaznin. Gabon momentin më të pa nevojshëm, më të paduhurin, mund themi, Vllaznia, edhe 2 pikë duhen ekipit të Teutës për ta mbyllur të gjithë ndeshjen, për të fituar këtë set dhe të gjithë ndeshjen, 20-23. Shërbimi për Luiza Timbo Thomas të Teutës. Citi ka shënuar lojtari e re, sa po aktivizuar Rajsa Ceraj. Ajo që asaj që ju dha mundësia nga tekniku Tafa, e justifikoi dhe shënoi Rajsa Ceraj, 21-23 dhe rihap shpresën e Vllaznisë në këtë fund të setit dhe pseot të ndeshjes. Jada Stackhouse për ekipin e Vllaznisë në shërbim. E kalon shërbimin, sulmi për ekipin e Teutës. Kthen bloku i Vllaznisë. Mariana Ndodhe, Nikole Cico. Super blok. Dhe 22-23. Shikoni pa të nderuar shikues, çfarë emocion është përcjell sporti i volejbollit. Atëherë kur gjithçka duket se po shkonte drejt fitores të Teutës, tashmë ngushtohet rezultati në 1 pikë në favor të Teutës, 22-23. Shikojmë trajnerin Dorian Tafa që po komunikon, duket një variant teknik e taktik me numrin 7 Barbosaj. Pastaj këshillon edhe skuadrën e tij, po diçka e ka udhëzuar Barbosajn për t'i dhënë suksesin e këtij seti dhe për ta quar ndeshjen në set final. Stockhausen në shërbim për ekipin e Vllaznisë, numri 14. 22 Vllaznia, 23 Teuta. Momente decisive, dramatike dhe shumë emocionuese për fatin e të gjithë ndeshjes. Sulmi për ekipin Dursak. Nuk arrin ta kap si duhet Barbosaj.
dhe pika e parafundit shënohet nga ekipi i Teutës 22-24, shumë pranë fitores ekipi Dursak. Kapitenja Klandra Matoshi e Teutës për pikën e fundit të setit të 4 dhe të gjithë ndeshjes në shënohet nga ekipi Dursak. 22-24 kryeson Teuta. Gabon kapitenja Matoshi 23-24. Çfarë emocione është të nderuar shikues. Ky është volejbolli që rikthen situatat. Nikolesico për Vllaznin ka përgjegjësi ta kalojë me sukses, sepse nëse Gabon jep fitoren e ekipit Dursak, shikojmë Cicon e ka kaluar me sukses. Sulmi për Teutën. Cico ka topin e parë, pastaj Barbosa. Përsëri Vllaznia ke mul nga vija dytë. Gabon Teuta. Ja çfarë ndodh të nderuar shikues të Veriu Sport. 24-24. Seti 4 të ndeshjes. Vllaznia gati të bëjë mrekullinë për ta çuar ndeshjen me set final. Nikolesico në shërbim. E kalon shërbimin. Teuta në këtë sulm. Cico. Përsëri Teuta ka mundësi me këtë sulm që numri 8 Romina Allamani rikthen pikën dhe avantazhin 24-25 dhe kjo pikë Allamanit mund të jetë decisive dhe përcaktuese për fitoren e ekipit Dursak. Shërbimi për pikën e fundit nga skuadra Dursake. Kalon shërbimi. Ballsiti ka topin e parë. Sulmi për Vllaznin. Tashmë rradha e Teutës. E shikojmë si do të mbyllet ky aksion. Dhe shënon Teuta me numrin e 15 Seda Malaj. Fiton Teuta me rezultatin 24-26 dhe fiton në të gjithë ndeshjen me rezultatin 1-3. Të nderuar shikues të Veriu Sport, nga unë Gasper Marku në rolin e komentatorët ju përshëndes të gjithë ato që na ndoqën në këtë ndeshje emocionuese dhe shumë dramatike, që u mbyll me fitoren e ekipit të Teutës me rezultatin 1-3. Teuta fitoi setin e parë të 34, Vllaznia fitoi setin e dytë dhe Teuta është fituese me rezultatin 3-1 dhe me këtë fitore mban vendin e 6 në renditje dhe së bashku me Pogradecin, Dinamon, Tiranën, Skënderbeun dhe Partizanin është 6-ja që do të luajnë në fazën para play-off. Me këto pamje festive të ekipit Dursak Teuta që po feston fitoren, mbyllim transmetimin tonë të 8:30 nga pavati i sporteve Qasem Dervishi dhe njëherë nga unë Gasper Marko, përshëndetja përmbyllëse duke rregulluar rezultatin Vllaznia 1 dhe Teuta 3. Mirupafshim në ndeshjet e tjera nga qyteti i Shkodrës.